Brenda këtyre kutive, në një pallat, ishin Dritëro Agolli, ishte Ismail Kadare dhe ishte në të njëjtën kohë edhe kompozitori Fehmi Ibrahimi. Kështu që në përfytyrimet e mia, domethënë gjithmonë më shumë e konceptoja këtë si kuti të natës, domethënë përmenda në këtë rast 3 njerëz që nuk janë gjallë sot. Dhe efektivisht akoma dhe më tmerr kur mendoj këtë gjë që ne shpeshherë më ndodhte të isha natën dhe të dëgjoja muzikën tek skenat e caktuara së bashku me Piro Milkanin, se kemi qenë 2 regjizor, dhe shkonim natën, na dukej sikur futeshim në një gati në një lloj udhëtimi nëpër natë, gati si një lloj jete undergroundi që do dëgjonim disa pasazhe, do flisim për disa gjëra që kishin bënë me filmin respektiv, po ku në një ndërtesë ku ishte arrestuar Max Velo. Në këtë produkt që vjen nga kjo errësirë, nga kjo natë, errësira akoma më e gjatë në një rang të një arti dhe letërsie që e impononte një gjë të tillë, do të thotë që ti duhet gjeja ato gjëra të cilat vërtet mund të sillnin komplet një thyrje të klisheve. Dhe Fehimi ishte thyrje klishesh.